Pak ditë pas ndërimit të pushtetit në Siri, pretendohet se nga ky shtet Kosova kërkoi njohje zyrtare. Sipas gazetarit Xhemail Rexha, i cili ka intervistuar pjesëtar të pushtetit të ri në Siri, kërkesa u dërgua nga zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Arber Vokri. Në të madje vlerësohet kontributi i qytetarëve që shkuan për të luftuar atje. Letra e qeverisë Kosovës thotë që Kosova e njeh kontributin e individëve shqiptar nga Kosova në çlirimin e Sirisë. Gjatë ditës, zëvendës ministri i pushtetit lokal Arber Vokri nuk është lajmëruar në telefonatat e ATV-s për ta konfirmuar ose mohuar dërgimin e kësaj letre. Sidoqoftë përmbajtja e letrës, nëse eventualisht janë lartësuar kosovarët që luftuan në Siri, nga juristët konsiderohet absurde dhe në kundërshtim me ligjin. Këtu është domethënë mos përputhja e madhe, për shkak se bie kjo në kundërshtim me ligjin, i cili është nxjerrë nga Kosova që i ndëshkon personat shtetasit e Republikës të Kosovës, të cilin marrin pjesë në luftrat e huaja. Duke marrë si shkak pjesëmarrjen e kosovarëve në luftën në Siri, qysh në vitin 2015 Kosova mirati ligjin përmes së cilit ndaloi pjesëmarrja e qytetarëve në luftrat e huaja. Shkelësit e ligjit mund të dënohen deri në 15 vjet burgim. Në vitin 2020 SB u dënua me 3 vjet burgim për shkak se mori pjesë në luftën e Sirisë.